Mjekët e mbajnë në sekret, vetëm një pjatë me fasule 3 herë në javë na mbron nga ky problem. Fasulet janë të pasura me lëndë të mira ushqyese të cilat janë thelbësore për shëndetin tonë, gjë që shpjegon pse ato janë një nga ushqimet kryesore në shumë kuzhina në mbar botën. Fasulet mund të ofrojnë nivele të larta të konsiderueshme të fibrave dietike, gjithashtu folateve, fosforit edhe bakrit, proteinave, hekurit, magnezit, kaliumit, gjithashtu edhe vitaminës B1. Një filxhan i vetëm do të plotësojë të paktën 20% të kërkesës tuaj ditore për këto lëndë të mira ushqyese. Gjithashtu, për disa nga këto minerale, fasulet janë thelbësore për vitaminat që u japin më shumë se 40% të sugjerimeve ditore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Gama e ndryshme ushqyesve çon natyrshëm në një listë mbreslëndse të efekteve shëndetësore që fasulet mund të kenë në dietën tuaj. Përfitimet të dukshme shëndetësore do të përfshin edhe aftësinë e tyre për të detoksifikuar trupin, gjithashtu edhe për të mbajtur larg problemet të tretjes, për të ulur presionin e gjakut dhe nivelin e kolesterolit, për të rritur masën muskulare, menaxhimin dhe uljen e riskut të problemeve të diabetit, për të stimuluar gjithashtu imunitetin dhe shikimin tuaj. Sipas Eltisaj, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i fasuleve. Shtimi i fasuleve të gatuara në dietën tuaj mund t'jenë një aleat i mirë i shëndetit tuaj, edhe në betejën kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Niveli i lartë i fibrave dietike që gjendet me shumicë tek fasulet është i shkëlqyer gjithashtu edhe për njerëzit që duan të menaxhojnë diabetin ose të ulin në riskun e zhvillimit të kësaj sëmundje. Ushqimet e pasur me fibra të larta mund të rregullojnë gjithashtu nivelet e sheqerit dhe insulinës në trup, duke ndihmuar në stabilizimin e niveleve të sheqerit dhe duke balancuar kështu këto luhatje. Fasulet janë të mira edhe në betejën kundër niveleve të larta të kolesterolit. Një përfitim të madh fasulet i ofrojnë edhe falë fibrave të tyre dietike, me aftësinë e tyre për të ulur nivelet e larta të kolesterolit LDL dhe për të reduktuar kështu edhe riskun e komplikacioneve të tjera të shëndetshit të kolesterolit. Do të ofrojnë më shumë energji. Fasulet janë një nga burimet më të mira të proteinave bimore që mund të shtohet në dietën tuaj, pasi një filxhan i vetëm me fasule do të ofrojë të paktën 15 gram protein. Proteina do të zbërthehet në aminoacide të rëndësishme që do të përdoren edhe për prodhimin më të mirë të energjisë së trupit dhe për rritjen e shëndetit të muskujve. Fasulet janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe në rritjen e përfitimeve të sistemit imunitar. Edhe pse sasia e vitaminës C nuk është aq e lartë sa te perimet ose frutat e tjera, ato do të përmbajnë edhe lëndë të mira ushqyese që do të ofrojnë 10% të rekomandimeve ditore nga një filxhan fasule. Kjo mund të ndihmojë organizmin tuaj që të përmirësojë edhe sistemin tuaj imunitar, citoi studimi. Fasulet janë aleate të mira gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të syve. Fasulet janë të njohura për ndikimin e tyre në përmirësimin e shikimit. Vitamina A në mënyrë specifike do të ulë stresin dhe gjithashtu do të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe për retinën e shëndetshme të syve. Fasulet janë një aleat i mirë i shëndetit tuaj edhe në betejën tuaj kundër problemeve të osteoporozës. Lista e mineraleve që gjenden te fasulet përfshin fosforin, magnezin, bakrin, manganin. Të gjitha këto lëndë do të luajnë një rol të mirë mbrojtës edhe në densitetin e mineraleve të kockave. Ruajtja e marrjes së duhur të këtyre mineraleve do të zvogëlojë riskun e zhvillimit të osteoporozës duke u mbajtur fort edhe për aktivitetet të rregullta shëndetësore. Ekspertët këshillojnë gjithashtu edhe një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Nëse doni të përmirësoni sistemin tuaj tretës, fasulet duhet të jenë aleate të mira të shëndetit tuaj. Përfitimi më i mirë shëndetësor i fasuleve është se kanë ndikime të mira edhe në sistemin e tretjes. Fibrat dietike të cilat gjenden te fasulet do të stimulojnë prodhimin e lëngjeve të duhura të stomakut,
duke promovuar kështu lëvizjen peristaltike të tyre, duke stimuluar edhe zorrët që të jenë më të lehta në lëvizjet e tyre normale. Konsumi i rregullt i fasuleve të pasura me fibra do të ndihmojë në parandalimin e shenjave të kapsllëkut, duke ulur kështu edhe riskun për krijimin e komplikacioneve siç janë hemoroidet dhe ulçrat. Në stinën e dimrit, fasulet janë ndoshta ushqimi më tipik i shqiptarëve. Megjithatë, duke dëgjuar me vëmendje vetitë shëndetësore ushqyese që ato do të ofrojnë, do t'i merrnit parasysh edhe t'i konsumonit vazhdimisht në mënyrën e rregullt. Fasulet, duke u konsumuar në mënyrë të rregullt, do të ofrojnë fibrat të tretshme për organizmin tuaj, që do të mbajnë larg njësër komplikacionesh dhe do të nxisin gjithashtu rritjen e përfitimeve të trupit dhe gjithashtu mbajtjen larg të këtyre shqetësimeve. Fibrat e tretshme do ju ndihmojnë që të ndjeheni të ngopur për një pjesë më të mirë të ditës, duke ngadalësuar kështu procesin e ushqyerjes jo të shëndetshme. Kjo sjell përfitime të mira për trupin tuaj në nivelin e sheqerit, duke ndihmuar në kontrollin e tij më të mirë dhe në kontrollin e peshës trupore. Gjithashtu ato do të ndihmojnë edhe në betejën kundër problemeve të kolesterolit të keq. Fasulet janë të pasura me proteina cilësore në mbrojtjen e shëndetit dhe në mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Zakonisht fasulet kritikohen për përmbajtjen e lartë të proteinave dhe gjithashtu edhe realisht nuk është i saktë ky evidentim. Pasi në 15 gram fasule të gatuara ato ofrojnë 25% të nevojës ditore të organizmit për proteinë. Fasulet janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj. Konsumi i fasuleve në mënyrë të rregullt do të ndihmojë në përmirësimin e shëndetit në forma krejt të ndryshme. Ato ndihmojnë në kontrollin dhe uljen e riskut të diabetit, reduktimin e riskut të disa problemeve, ndihmojnë kundër problemeve të kolesterolit dhe të triglicerideve dhe ndihmojnë gjithashtu edhe në balancimin më të mirë të peshës trupore. Fasulet janë të pasura me element ushqyes mjaft të rëndësishëm, që do t'i japin rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Krahas të qenërit të pasura me proteina, me fibra, fasulet dallohen gjithashtu edhe për përmbajtjen e elementeve të tyre të veçantë, siç është folati, magnezi, hekuri dhe kaliumi, të cilat në dietën tuaj mund të luajnë një rol pozitiv në rritjen e përfitimeve të trupit, gjithashtu edhe në mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Fasulet janë ndër ushqimet më të dobishme në mbrojtjen e organizmit, një burim shumë i mirë i proteinave, si dhe është një ushqim i cili i takon kuzhinës të mirë tradicionale. Fasulja është një bimë një vjeçare nga familja e bishtajave, të cilat posedojnë shumë përbërës ushqyes, prandaj edhe duhet të jenë pjesë përbërëse e ushqyerjes sonë të shëndetshme. Nutricionistët theksojnë se fasulet janë një ushqim i cili është kalorik dhe se në 100 gram me fasule, jo do të merrni nga 280 deri në 310 kalori. Fasulja është një burim shumë i rëndësishëm i ushqyerjes biologjike, prandaj në 100 gram fasule do të merrni 52 gram karbohidrate, 26 gram protein, 2 gram me yndyrna, 4 gram fibra, aminoacide esenciale, gjithashtu fosfor, kalium, magnez dhe hekur. Fasulet përmbajnë gjithashtu edhe nivele shumë të mira të proteinës, më shumë se bimët e tjera. Vetëm një filxhan me fasule ofron 1/4 të ne proteinave për të cilat trupi juaj ka nevojë për çdo ditë. Fasulet janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese që mund të shtohen pa frikë në dietën tuaj, duke ditur kështu rëndësinë e madhe që do t'japin trupit edhe në plotësimin e nevojave të fibrave dhe elementeve të proteinës. Ashtu si sëmundjet e zemrës, raste me komplikacione të rënda janë gjithmonë në rritje. Ushqimet me dieta të larta të fasuleve mund të jenë në gjendje të mbajnë larg këto komplikacione, citon Step to Health. Fasulet do ju bëjnë që të jeni më të ngopur dhe ta keni më të lehtë të realizoni gjithashtu edhe në mbajtjen e një diete të shëndetshme. Ndaj konsumoni ato gjithmonë si duhet dhe brenda normës së lejuar. Vëmendje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.